Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur ndëgjues dhe ndjekës të radios Fatiha, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Erdhi momenti dhe erdhi koha që të fillojmë emisionin tonë Biseda Ramazanit në këtë muaj të begatë të Ramazanit. Me begatin, me mirësinë Allahu xhaleshanu përsëri në këtë emision të flasim për gjërat e bukura, për gjërat e mazërishme. Do të flasim për jetën e pejgamberit tonë të dashur Muhammedit alayhi salatu wassalam në Ramazan, si e ka jetuar ai dhe si e ka praktikuar në këtë muaj të Ramazanit Kur'anin, agjerimin, veprat e mira dhe sirrsjellaj posaçërisht në këtë muaj të begatë të Ramazanit. Kemi të ftuar që të flasim mbi këtë temë, që të bashkë bisedojmë mbi këtë temë, Hoxhën Amar Efendi Dreshajn, imam në Xhamin Kodra Bogdan dhe njëkohësisht profesor në medresen Mehmet Fati. Imam mirë se erdhët. Mirë se zetme. Me qenë se e bom edhe hymjen, folëm edhe për temen që do të flasim pikërisht në këtë muaj të Ramazanit, për shembullin më të bukur i cili ishte shembulli dhe rruga që duhet ndjekur, rruga pejgamberit tonë të dashur në këtë muaj të begatë të Ramazanit, sepse atë marrim si udhër e fyes, atë marrim si shembull në çdo hap të jetës sonë, por posaçërisht në këtë muaj kur ne përkushtohemi sa më shumë në ibadete dhe ibadetet dëshirojmë t'i bëjmë, siç i ka bërë ai në këtë muaj të begatë të Ramazanit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut Azza wa Jall, krijosit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet shkojnë mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij, gjithë ata të cilët e kanë ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në radhë parë ju falenderoj për ftesën dhe dëshiroj t'ju përgëzoj për një punë, cilën jeni të bëj punë të palodhshme, i punë të vlefshme, i punë me durim, dhe jeni të munduar që i komunitetit musliman në këtë vend t'i afroni sa do pak fenë islame dhe të marrin në i këshill, sepse e dim se një sa vogël për një njeri mund të jetë madhe në raport t'i kthehet Allahut Azza wa Jall. Zoti inshallah u shpërblet për gjitha në këtë botë, në botën tjetër, dhe falenderoj edhe një herë për ftesën. Gjithë inshallah së bashku. Amin. Kur është fjala për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit, është mirë para se më janë kësaj temë, sepse është një temë e zanë gjithashtu, është mirë me fol pak se si duhet na ta kemi rol apo model pejgamberin alayhis salam në jetën tonë të përditshme. Allahu xhaleshanuhu në surën Ahzab në Kur'an thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun." Dhe ju thot keni pas në të dërguarin e juve shembullin më të mirë, më të shkëlqyeshëm. Allahu xhaleshanuhu me këtë ajet vaban me dije besimtarëve sepse në këtë botë duhet si rol apo model të jetës së tyre ta kenë veç Muhammedin alayhis salam. Një njeri i cili do me thënë me lirinë e tij, pa pas presion apo ndonjë sen tjetër, e pranon fenë islame, e thon shahadetin, e pranon Allahun Azza wa Jall si Zot të vetëm, Muhammedin si të dërguar të tij, ai në jetën e tij nuk guxon të ketë model tjetër përveç se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse neve në jetën tonë e marrim si model apo si shembull i menaxhimit të jetës sonë të përditshme Muhammedin alayhis salam, kjo do të thotë se veprat tona, sjelljet tona, fjalët tona të harmonizohen me jetën e pejgamberit alayhis salam. E kur jeta jonë harmonizohet me jetën e pejgamberit alayhis salam, kjo do të thotë se jeta jonë harmonizohet me këshillat e Kuranit. Sepse e dim rastin kur sahabët e pyesin Aishën radiallahu anha, kjo tregon edhe atë dëshirën e sahabëve
për t'i ditë gjitha edhe detajet më të vogla të jetës së pejgamberit alayhis salam, sepse ata duke jetuar me të ndjenin një farë kënaqësie. Ata çdo gjë që nuk e dishin e pyetin ata dhe e kishin si rol apo model më të mirë e më të shkëlqyeshëm të tyre. Edhe ata me i rast të pyesin Aishën radiallahu anha, i thonë, na fol pak për veprat, për fjalët, për moralin e pejgamberit alayhis salam. Edhe Aisha radiallahu anha u thot, morali i tij është Kur'ani pra. Andaj, nëse na si rol apo si model në jetën tonë e marrim Muhammedin alayhis salam, kjo do të thotë se jeta jonë do të kalojë sipas këshillave të Kur'anit, sepse ai ishte pra Kur'ani i cili ecste nëpër tokë, dhe se ai nuk flite me mendjen e tij, mirë po Allahu xhalesha do mësonte ata se çka më bë edhe çka më thon njerëzve e si më mësua. Andaj ne zgjidh duhet ta kemi si rol apo model kryesor në jetën tonë të dërguarin tonë, i cili ishte shumë i përmalluar për neve, sepse ne dim edhe rastin kur pejgamberi alayhis salam thotë që besimtarët më të mirë do të jenë ata të cilët do të vinë pas jush, u tregon sahabëve, cilat edhe pse nuk do të më shohin mua, do të më besojnë mua sikur të jem aty prezent me ta. Kur kemi të bëjmë me jetën e pejgamberit alayhis salam në Ramazan, pejgamberi Ramazanit ta kushtonte një rëndësi të veçantë. Edhe Ramazani e shitë gjithmonë si një mundësi të rrallë se me veprat e tij më ofrua Allahu xhaleshanuhu. Për fat të keq sot shumica e njerëzve Ramazanin e shohin si një traditë e cila përstritet çdo vjet. Ramazanin e shohin si ndrrim i thjesht i muajve, prej muajit Shaban në muajin Ramazan. Mirpo në fakt Ramazani nuk është thjesht ndrrim i muajve. Ramazani për atë njeri i cili e kupton edhe e din vlerën e Ramazanit, Ramazani është një stacion ku njeriu furnizohet pra. Furnizohet me besim, furnizohet me veprat e mira. Domethënë Ramazani është muaji ku njeriu duhet me korr vetëm shpërblime e veprat e mira të cilat ja bën Allahu Azza wa Jall. Edhe kështu pejgamberi alayhis salam gjithmonë pra e shihte si mundësi të ardh që në këtë muaj me veprat e tij, sjelljet e tij, moralin e tij ta kenë veç për qëllim me fitua kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Dhe për këtë arsye gjithmonë sahabët e tij këshillonte që Ramazani nuk është vetëm largim prej ushqimit dhe pijes, mirëpo Ramazani është edhe largim prej veprave të këqija, edhe furnizim apo përmirësim i njeriut me vepra të mira. Me qenë se nuk është largim nga ushqimi, haja dhe pija si që cek, por edhe nga veprat e liga, kjo është një veçori të cilën Ramazani neve na mëson që ne të ndalohemi nga edhe të ndaluarat, por dhe të lejuarat, por pastaj pas Ramazanit të vazhdojmë me ta. Disa shembuj moshta kemi edhe nga jeta e pejgamberit tonë të dashur. Pejgamberi alayhis salam gjithmonë para se të vinte Ramazani ja u përgatitte për atë muaj. Nuk hinte në Ramazan i pa përgatitur, sepse Ramazani nuk është muaj ku na duhet me eksperimentua apo me ushtrua. Ramazani është muaj i garave, i gares. Domethënë kur him në muajin e Ramazanit na kemi hyrë në garë. Nuk kemi më kohë për ushtrime apo për eksperimente, siç e thash më parë. Edhe ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë u përgatitte. Edhe muaji i cili përpos muajit të Ramazanit ka agjëruar më së shumti ishte muaji Shaban, pra muaji i cili është para Ramazanit, me arsye që ta përgatitte vetin, edhe në mënyrë psikike, edhe në mënyrë fizike, që në Ramazan të hyj sa më i përgatitur. Kjo njeriu, Allahu xhaleshanuhu Ramazanit ka dhënë një fuqi, edhe nëse njeriu arrin me kuptua këtë fuqi apo arrin me besua në këtë fuqi të cilën Allahu xhaleshanuhu ka dhënë Ramazanit që më ndrua neve. Pra Zoti Ramazan ne ka bën mjet që përmes muajit të Ramazanit Allahu Azza wa Jall neve na i fal gjunafet. Dhe nëse një njeri beson pra në atë forcën që e ka Ramazani me ndryshua dhe me e ba njeri më të mirë këtë njeri, atëherë ka fitua shumë gjëra. Këtë mund ta shprehim apo mund ta thome edhe me shembull të jetë përditshme. Nëse një njeri për shembull është i smun shumë edhe ja pron dikush i hap të vogël, Allah e thot për shembull largon atë hap edhe thot atë ilaç,
edhe thot tanë kjo më mashira ma këtë limjet malë nuk ka mundësi e largon, do me thanë nuk e ka bindjen e plot, se ajo hap muj me shërua, e laj ma pa bindjen e ti veç hum, do me thanë nuk muj mu shërua. Ashtu edhe njeri nëse bindet pra në fuqinë se Ramazani muj me ndryshuat njeri, ka fitua shumë zera. Pejgamberi a.s. zgjedh ashtu zatë muaj të Ramazanit i shton të ibadetet e tij. Aisha radiallahu anha thotë se kur vinte muaji Ramazanit e posaçërisë lëtnet të fundit të muajit të Ramazanit, pejgamberi a.s. thotë shtrëgonte rrypin e tij. Kjo shtrëgimi i rrypit ka kuptim që u largonte pra nga kënaqësitë e kësaj bote dhe ju nepte vetëm allurimit, pra i përkushtonte vetëm ibadetin ndaj Allahut azza wa jall. Para mendoni një njeri i cili janë falë gjitha gjunafet, njeri i cili është i shpërblyer me xhenet, një njeri i cili është njeriu ka me, do me thënë njeriu më i mirë i cili ka shkel këtë tokë, ai me këtan këtë përkushtim ndaj Zotit xhaleshanuhu, do me thënë ka transmetime ku thohet se as fort ka falë namaz natë, sa se kamët e tij janë fry prej sëndrimin në Kiyam, pra kur ka këtu në namaz. Ai pra shtrëgonte rrypin, e zonte familjen e tij në namaz natët. Nga ky shembull, nga ky pra hadith apo shembull jetës së pejgamberit sallallahu mund ta kuptojmë se edukimi fetar nis parë nga familja pra. Edhe me këtë dëshirojmë Allah mesazh edhe baballarëve e nanave tona që spaku gjatë muajit të Ramazanit kem kujdes nga evladit ton, nga fëmijëve ton që mundsohna va afrit fen sa ma shumë, sa ma lehtë, sa ma but, sepse njeriu ka dal me ndihmën e Zotit i hi feja në zemër, edhe nis me menua ai vet masane se çka është feja e çka është Zoti. Për atë arsye, pra edukimi fetar herë nis nga familja. Prindërit e kanë me borxh që fëmijën e tyre me i edukua, edhe me i rrit në frymë fetare ashtu si duhet. Masane thot Aisha u përkushtohet pra ibadetit si që të ka më parë. Pejgamberi a.s. zgjedh ashtu gjatë muajit të Ramazanit ishte shumë i lidhur me Kur'anin. E kemi edhe hadithin të cilin e transmeton Ibn Abbasi, ku thot pejgamberit a.s. çdo natë i vinte Xhibrili edhe ja mësonte Kur'anin. Këtu është një veçori apo cilësi se çfarë vlerët ka pra Kur'anin këtë muaj. Xhibril a.s. ka muj marr pejgamberit me mësua Kur'anin edhe është muaj të Ramazanit, mirëpo ai i vinte vetëm gjatë muajit të Ramazanit që ta kontrollonte Kur'anin, që më lën neve domethënë mesazh se sa është i rëndësishëm leximi apo ndezimi i Kur'anit në këtë muaj të mallërisëm. Sepse Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne thot e kemi zbritur ata Kur'anin në natën e Kadrit. Dhe për atë arsye Xhibrili vinte gjatë Ramazanit që të na jep ne pra të na bëjë me dije se sa vlerë dhe sa rëndësi ka angazhimi jon me Kur'anin gjatë muajit të Ramazanit. Pra Xhibrili a.s. vinte Muhamedit ja lexonte Kur'anin, ai dizonte, edhe kështu na sjellte as kur e përfundonte ai, Muhamedi a.s. niste ta këndonte, Xhibrili e ndezonte, kur kishte ndonjë gabim e përmirësonte. Kështu ndodhi gjatë gjithë jetës së tij, vetëm vitin e fundit para vdekjes, në Ramazanin e fundit të Muhamedit a.s. Xhibrili erdhi 2 herë me qëllim që t'ia bëjë me dije Muhamedit edhe sahabëve që jeta e Muhamedit a.s. është duke ardhur drejt fundit. Kjo si tekst ju dëshiroj të shtojtë edhe një shtesë në gjuhën tonë apo në traditën tonë, ne e thrasim si mukabele. Po, mukabele. Domethënë që për dëgjuesit jetë shembull nga jeta e pejgamberit tonë në lidhje me Xhibrilin alayhis salam. Të dy kanë bërë mukabele, kurse ne sot e bëjmë mukabelen e për xhamian, e për sofrat tona, e për shtëpijet tona, apo ashtu. Po, domethënë është traditë e jona, për shembull në vendin ku jam unë si imam tash në Kodër Budan, kemi traditë që me xhamat spakut një herë ta bëjmë mukabele Kur'anit gjatë muajit të Ramazanit. Edhe kryesisht e praktikojmë mas sabahit, domethënë me kryerjen e namazit të sabahit, rrim me xhamat e lexojmë ka 20 fazë Kur'an, dhe kështu e bëjmë pra mukabele
e bajmë hatë me Kuranin një herë s'pakut gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Me qenë sa dhe minutat po afrohen drejt fundit për emisionin tonë, dëshirojmë që të cekim edhe me qenë se jemi të Kurani edhe itikafin e pejgamberit tonë të dashur në muajin e begat të Ramazanit. Po, para se të vim këtu kam se veç një veçori cilën e kishte pejgamberi Islam në muajin të Ramazanit, ajo ishte bujaria e tij pra. Ibn Abbas në hadithin cilën e transmeton thotë se pejgamberi alayhis salam gjithmonë ishte bujar, mirë po thotë gjatë muajit të Ramazanit ishte edhe më bujar se gjatë muajve të tjerë. Aty e përdor fjalën ejwede, se në gjuhën arabe do të thotë me, do të thotë çaj për sosun, dhe në këtë kuptim ka kuptimin do të thotë ma bujari, pra ishte ma bujar. Pejgamberi alayhis salam gjithmonë sahabët e tij i këshillonte se të ndihmojnë të varfërve, të ndihmojnë nevojtarve, mirë po gjatë muajit të Ramazan ky zot sekte më shumë, sepse pejgamberi alayhis salam e dinte se çfarë vlerat kanë veprat e mira në këtë muaj. Do më thaj, gjithmonë ishte bujar, mirë po në muajin e Ramazanit ishte shumë ma shumë bujar se sa ishte në muajt e tjerë. Ky hadith i cilëson veçoritë mallështore të cilat i ka pejgamberi alayhis salam, siç ishin bujaria, solidariteti, humaniteti. Edhe këtu shihet modestia e pejgamberit alayhis salam, sepse pejgamberi alayhis salam nuk i thonte këto fjalë ai për veti, pra me luftua vetin, mirë po sahabët e kishin dalluar pra se Muhamedi alayhis salam ishte më bujar gjatë muajit të Ramazanit se sa muajve të tjerë. Edhe këtë ne do ta marrim si mësim pra, që edhe na gjatë muajit të Ramazanit, nëse jashtë muajit të Ramazanit na pim apo ndihmojnë nevojtar sa do pak gjatë këtij muajit mundohna që ta shumëfishojmë këtë zë, edhe të marrim sevape sa më shumë, sepse nga ky shembull mësojmë shumë zana, e ajo është pra shpërblimi i Zotit në këtë muaj që ka shumë më i madh se në muajt e tjerë. Tash vjen te tema e itikafit. Muhamedi alayhis salam gjithmonë në të fundit apo në ditët e fundit të Ramazanit hynte në itikaf. Pejgamberi alayhis salam mund të themi se ky të bënte me disa qëllime, sepse ne e dim se në të fundit të muajit të Ramazanit është nata e Kadrit. Pejgamberi alayhis salam ju tha se kur është nata e Kadrit, mirë po pejgamberi alayhis salam kur ja tha, domethënë meleku këtë lajm, ai më njëherë pas aty i pa dy njerëz të ngri, edhe më kur i pa ata njerëz të ngri, domethënë të ngatrua me vetë ndjevi i ndjenjë të kes mërna vetë dhe harrov se cila ndatja kishte thënë meleku. Dhe për atë arsye pejgamberi alayhis salam hinte në itikaf me qëllim se nga këto 10 të fundit ta zej natën e Kadrit, sepse ai e dinte se është në një nga këto 10 të fundit, sepse ai vetë në hadith të cilën na transmeton thotë që kërkoni ata në të 9-tat, 7-tat apo 5-tat. Domethënë që shumë, domethënë probabiliteti më i madh që nata e Kadrit të jetë në 10 të fundit në tek. Po. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra mbyllte në itikaf se mundohet se këtë natë të zej në allurim, se normal njeri kur është jashtë e ka edhe angazhime tjera, zona tjera, nuk muj mu fokusu aq sa duhet në ibadet, edhe kështu ai mundon të që me kaluat natë me allurim, me Kur'an, me namaz, me lutje, sepse e dinte se sa vlera e kësaj natë, sepse Zoti në Kur'an thot inna anzalnahu fi lejletul qadr wa ma adraka ma lejletul qadr khairun min al-alfi shahr. Do më tha, nata e Kadrit thot është më e vlefshme se 1000 muaj. Këtë kur e përpjestojmë, do më tha, ajo i bjen e barabartë rreth 83 vjet. Dhe pejgamberi sa me dinte pra këtë vlerë, dinte këtë detaj, edhe u mundonte që kjo natë ta zej në allurim në ibadet, sepse e dinte se nëse kjo natë e zën me namaz, ati do t'i shkruhet me lejnë e Zotit sikur se të ketë fal namaz për 83 vjet të thonë. Gjithashtu qëllimi tjetër për këtë gjë ishte që pejgamberi alayhis salam donte va tregua sahabëve se prioriteti i besimtarit në këtë botë nuk duhet të jetë pra kjo bota materiale apo bota jashtme, mirë po prioritet në jetën e tyre duhet të jetë Allahu azza wa jall. Pejgamberi alayhis salam edhe pse ishte pra lideri i tyre, pejgamberi i tyre, ai 10 ditë e fundit myllte vetun aty me qëllim që va tregua këtyne
se nuk ka tonë bëj me angazhimet e kësaj dyja, mirë po mbi këto të zjetha, do është lidhja me Allahun Azza wa Jall, do më tha lidhja me fuqi i plotin, Allah i doshte edhe kënë va të regua sahabëve. Hoxhë nderuar, mesazhi juaj cili do të ishte për ndjekësit e Radios Fatih në këtë muaj të begat në frekuencat e Radios Fatih dhe në emisionin tonë Biseda Ramazanit, me qenë se po emisionit tonë po afrohet edhe fundit e shërojmë që një mesazh të marrim nga ju. Po, normal, unë si mesazh kryesor që kam seh me Allahun komunitetit musliman, po dhe gjithë në këto troje, është që ta marrim si rol apo si model të pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa, ta dim atë vlerën e Ramazanit, sepse kur e analizojmë jetën e tij e shohim se çfarë vlerët, çfarë ndësiet i ka dhënë pejgamberi alayhis salam muajit të Ramazanit. Shembulli i tij, domethënë shembulli i jetës së tij në muajin e Ramazanit, na mëson ne sinqeritetin e ibadetit, na mëson neve dashurinë ndaj Kuranit, na mëson neve domethënë për kujdesen ndaj të varfërve, na mëson neve se si duhet ta kontrollojmë veten, na mëson shumë gjëra. Ashtu që itikafi, allurimet e cilat i bante pejgamberi alayhis salam, kishin me qëllim se të na tregoshin se në sendrën e jetës së besimtarit gjithmonë duhet të jetë pra besimi ndaj Zotit xhaleshanuhu e jo angazhime tjera të cilat i ka kjo botë. Normal, njeri duhet me jetua, mirë po me këtë botë kur njeriu nuk duhet, me angazhimet e kësaj botë nuk duhet ta harroj Allahun Azza wa Jall, ashtu që kishme ba lutve tane që në këtë muaj të mundohemi që të jemi më të mirë se që jemi kem pra në Ramazanit tjetër, mundohemi të shtojmë ibadetet, të shtojmë veprat e mira, të shtojmë lutjet, edhe kështu inshallah me da mundësua Zoti që me dal nga ky muaj i falem nga gjunafet si a ditë që na ka lënë në pra të pastër. Amin. Edhe një herë ju falenderoj e Zoti ju shpërbleft për vetanat mirat për këto angazhime të cilat i banë. Edhe ju Allah ju shpërbleft, faleminderit që pranut ftesën të ishit pjesë e emisionit Biseda Ramazani në këtë muaj të begat. Këtu me ne, si çdo herë, me të ftuarit tonë flasim, bisedojmë për bisedat e muajit të begat të Ramazanit, bisedojmë për jetën tonë, si ta përmirësojmë veten tonë, si të behemi më të mirë në të nesërmen, dhe kështu kishim të ftuar që të marrim disa këshilla, disa shembuj nga jeta e pejgamberit tonë të dashur Hoxhën Amar Efendi Dreshajn, imam në xhamin Kodra Budan dhe profesor njëkohësisht në medresen Mehmet Fati. Nga unë nis Hoxha deri në dëgjimin e radhës, mbeqi shëndoshë mirë dhe ky emision ish prodhimi i Radios Fatih për vitin 2026, deri në emisionin e radhës, agjerim të lehtë të pranuar, bëni dua, mos harroni një tjetrin në dua dhe mirë ndëgjofshim, mirupafshim.